Një vezë në ditë mban larg sulmet e zemrës. Sipas raporteve të studimit të fundit nga Universiteti i Oxfordit, njeriu që nga fëmijëria e hershme duhet të konsumojë të paktën një vezë në ditë. Kjo për shkak se zvogëlon shanset e goditjeve të ndonjë sulmi në zemër. Ato që ushqehen me një vezë gjatë një dite reduktojnë rrezikun e goditjeve në zemër për 1/4 e krahasuar me ato që rralli han ato thekson studimi. Ata që ëngrën maksimalisht 5 herë në javë ishin gjithashtu 12% më pak të prirur për të vuajtur nga sëmundjet e zemrës. Shkencëtarët analizuan mënyrën e të ushqyerit në më shumë se 400.000 njerëz të shëndetshëm në Kinë, të cilët i takonin moshës nga 30 deri në 79 vjeç. Ekspertët cilësuan vezën e zier si një nga mundësitë më të mira për të ushtuar në dietën tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj imunitare dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet. Ndaj konsumi vezëve të ziera është një mundësi e shtuar për t'u konsumuar vazhdimisht.